Dje në orën 17 në stacionin policor të Tetovës, një 52 vjeçare nga Tetova ka denoncuar se rreth orës 15 në oborin e shkollës në Reçicë të vogël, djali i saj 17 vjeçar për shkak të një keq kuptimi të mëparshëm është sulmuar fizikisht nga 3 persona, njërin prej të cilëve e njihte. Dje në orën 18 në stacionin policor të Gostivarit, një 36 vjeçar nga Gostivari ka denoncuar se rreth orës 14:45 në rrugën Ivo Lolaribar, djali i tij mitur është sulmuar fizikisht nga 2 të mitur të tjerë. Dje në orën 17:20 në SPB Tetov, një 31 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se rreth orës 16:30 në rrugën 110 pas një aksidenti paraprak trafiku dhe një debati verbal është sulmuar fizikisht nga një 42 vjeçar nga Tetova. Dje në orën 21:15 në rrugën Mllaki në Gostivar, zyrtar policor nga DPB Gostivar kanë privuar nga liria një 22 vjeçar nga fshati Vrapçisht. Ai është kapur duke drejtuar automjetin e udhëtarëve Volkswagen Golf me targa të Gostivarit pa pasur të kryer provimin për patent shoferi. Automjeti është sekuestruar dhe pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në orën 20:50 në kryqëzimin e rrugës 172 dhe rrugës Ilinden në Tetov, zyrtar policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria 3 persona, të moshës 26, 20 dhe 21 vjeçare, të gjithë nga fshati Pallçisht i poshtëm i Tetovës, pasi tek ata është gjetur dhe sekuestruar marijuan dhe një grirëse. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në orën 22 në fshatin në Rasht të Tetovës, zyrtar policor nga njësia policore të Arcës kanë privuar nga liria një 20 vjeçar nga po njëjti fshat. Personi është ndaluar derisa po drejtonte automjetin udhëtarëve BMW me targat të Tetovës, pa pasur patent shoferi. Automjeti është sekuestruar dhe pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në orën 23:10 në rrugën Luboten në Tetov, zyrtar policor nga SPB Tetov kanë arrestuar një 35 vjeçar nga Tetova, pasi është sjellë në mënyrë agresive ndaj zyrtarëve policor, të cilët po ndërmerrnin veprime zyrtare. Ai është ndaluar në stacionin policor për procedurë të mëtejme.